Deputetja demokrate Jorida Tabaku është acaruar sot me deputetin e Lëvizjes Bashkë Redi Muçin në parlament, i cili kritikoi demokraten që përmendi protestën e minatorëve jashtë kuvendit për çështjen e statusit dhe jo të pensionistëve. Për Redi, Redat dhe qorat që nuk shohin, PD ka propozuar statusin e minatorit këtu e 3 vite të shkuara, e kam firmosur unë, kemi diskutuar në këtë sallë parlamenti. Dhe një sugjerim, meqense je deputet i ri, bësh opozitën e opozitës nuk të shkon. Sot duhet të kishe dalë, ti kishe kërkuar llogari qeverisë pse propozimet e PD-s për pensionin minimal, rritjen e pensionit, statusin e minatorit nuk po zbatohen. E menjëhershme ishte edhe përgjigja e Muçit sa i përket propozimit të zonjës Tabaku për futjen në rind të ditës të çështjes që ka të bëjë me minatorët e Spaçit. Unë me habi pozitive konstatoj se në kuvendin e 2025-s PD po përmend fjalën minator dhe e mbështes propozimin e kësaj çështje. Përderisa u foli edhe për statusin e minatorit, duhet kujtoj që kur ishte 8 vjet në pushtet nuk e miratoi statusin dhe shumë mirë që e miraton për propozim. Shpresoj që të njëjtën gjë të bëjë edhe pala e mazhorancës dhe jo t'i përdor minatorët për retorikë, ja ktheu Muçi.